Shiko, ne kemi pasur avantazh. Kosova ka qenë një shoqëri më e hapur se ne, se ata kanë qenë komunizëm, por shumë e hapur se Jugoslavia ka qenë një vend i hapur ndaj Evropës. Pra, kosovarët mund të shkonin në Gjermani, të ktheheshin në Mazita. Prisin një bilet avioni, shkonin në Gjermani, shkonin në Francë, ta ishin njerëz që lëviznin. Ata mund të çonin kalamajt për shkolla, mund të shkonin emigrant. Shkonin emigrant në Gjermani dhe nuk i thoshte shtetit, nuk i vriste. Kurse ne se kishim të mundsi. Shoqëria ka qenë shumë e mbyllur. Po megjithëse ka qenë shumë e mbyllur, ne kemi pas zyrtare ka qenë televizioni italian. Kurse kosovarët kanë marrë ushqimin si thosh artistik nga televizioni jugosllav. Televizioni jugosllav me televizioni italian në vitet 70-80 ishin si të krahasos sot Italinë në futboll me Kamerunin. Po. Nuk krahasohet. Televizioni italian që kemi konsumuar ne. Për shkak se ne shihim televizion italian, që Tirana, Lezhë, Mirdita, Durrësi, Vlora, to dinë italisht gjithë apo. Unë kam mësuar italisht nga televizioni, unë s'kam mësuar italisht. Edhe unë ashtu. Nga televizioni be. E kur Shqipëria u hap, televizionet tona imitojnë televizionin italisht. Se këto imitonin tjerë. Patjetër. Po televizioni italisht vitet 70-80, kur fut Berlusconi në lojë, sipas me një televizion më të mirë në Evropë. Sot nuk janë më, po në kohën e Berlusconit, kohën e art Berlusconit, ishin më të mirë në Evropë absolutisht. Ne imitojmë atë standard, edhe ngelem aty, ose kemi ngel akoma aty. Kosova se ka këtë standard, edhe televizionet e tyre janë të mira, por nuk e kanë të cilësi. Ata kryesisht na shohin nezi pas tyre dhe përpiqen të bëjnë televizionin që bëjmë ne. Por më tepër tregu pak i vogël dhe kosovarët, ndryshe nga Shqipëria, bizneset e tyre nuk marketojnë shumë nëpër televizion. Pra nuk mendojnë akoma që të marketosh në një televizion ose në një podcast ti fiton. Nuk fiton vetëm ai, fiton vetë ti. Kjo në Kosovë nuk ndodh, tregu është pak i vogël. Duke qenë i vogël, pagat janë më të ulta, edhe mundësia për programe më të shpeshta është pak më e kufizuar.